Përshëndetje, unë jam Jomza, jam ideuese dhe drejtuese e qendrës Antoni. Ne në qendër kemi disa programe, kemi programin e kopshtit, kemi programin e çerdhësit dhe programin e terapive. Për disa muajsh ne kemi vendosur të fusim në kurrikulën ton edhe setin Logico dhe nga puna ime me fëmijët kam vënë re disa benefite apo disa të mira që seti sjell. Atëherë, si fillim do fillojmë me Ajrën, me që është më e vogla në grup, dhe do punojmë me njërën nga skedat e paketës Finki në kopësht. Vazhdojmë Ajra? Sa shumë gjëra po ndodhin në kopësht. 4 figurat kanë lidhje me njëra tjetrën. Lidhi ato me pjesën që mungon. Atëherë, marrim figurën e parë. Kemi një burrë që po lexon. Çfarë po lexon? Çfarë po lexon ai? Libër. Bravo. Ku ndodhet libri? Këtë raft. Në raft. Atëherë, çfarë figure na fshihet pas ngjyrës së kuqe? Kush mendon? Çfarë është ai? Libër. Një libër. Marrim pak ngjyrën që i përket librit? Çfarë ngjyre i përket librit? Çfarë ngjyre Ajra? Kuqe. Ngjyra e kuqe. Zhvendosim ngjyrën e kuqe te figura përkatëse. Bravo ty. Të lumt, Ajra, sa bukur e bëre ti. Tani, të shohim pak nëse i kemi të gjitha përgjigjet e sakta? Janë të gjitha të sakta. Të lumt, Ajra. Kojeni, fillojmë? Atëherë, këtu kemi një djalë i cili ka pikturuar fytyrën. Të lumt. Çfarë mendon ti, ose cila figurë mendon ti që fshihet pas ngjyrës Leila? I shikojmë pak figurat me kujdes. Si është pikturuar djali? Djali është pikturuar se luan. Okej. Dhe cila ngjyrë i përket figurës? Ngjyrë lila. Të lumt. Zhvendose ngjyrën Leila. Bravo. Atëherë, shikojmë pak nëse i kemi të sakta? Po. Shikojmë pak nëse i kemi të sakta? I kemi të gjitha të sakta. Të lumt, sa bukur e bëre ti, Kojeni. Amelie, shikojmë pak me kujdes. Në foto kemi robotin Robi. Robi ndodhet në shkronjën B dhe në numrin 3. Ne do lidhim sakt vendodhjen e pikës me ngjyrën. Ngjyra që i përket do e lidhim sakt. Në rregull? Vendosim? Okej. Zhvendosim të gjitha ngjyrat këtu. Shpejt e shpejt. Të parën, marrim ngjyrën Leila. Leila. Ku ndodhet ngjyra Leila? Në Shkronjën A edhe në numrin 2. Të lumt. E vendosim pak ngjyrën Leila tek A. Tek A dyshi. Sakt, fillojmë pak. Marrim ngjyrën e Verdh. ku ndodhet ngjyra verdh? Tek shkronja. Të shkronja B dhe të numri 1. Të lumt. E zhvendosim te shkronja B1. Të lumt, Amelie. E shikojmë që janë të gjitha të sakta. Të lumt, Amelie. Duke përdorur paketat e setit Logico Primo, fëmijët mësojnë renditjen e sendeve, gjithashtu ndihmon në të menduarin kritik dhe logjik, rrit përqendrimin, përmirëson perceptimin pamor, fëmijët mësojnë klasifikimin e kategorive si fruta, kafshë, mjete transporti, perime, mësohen po ashtu ngjashmëritë dhe dallimet,
ndërmjet kategorive. Sa i përket numrave, fëmijët mësojnë të numërojnë dhe të lexojnë deri në 10, krahasimi sasive, pra më pak apo më shumë, dhe fëmijët arrin të kuptojnë vargjet numerike. Paketa më interesante e këtij seti është mëso për kodimin sa i përket moshës 5+. Fëmijët mund të arrin të gjejnë zgjidhjen e problemeve, fëmijët gjithashtu mësojnë të menduarin algoritmik dhe renditjen, rrit shumë kreativitetin, si dhe fëmijët prezantohen me njohuritë e botës digjitale. Unë si psikologe terapiste i rekomandoj të gjitha setet për programin e kopshtit dhe në terapi, sepse janë shumë efikase në zhvillimin tërësor të fëmijëve.